Çka është një veçanë që gjyshja të ka shti me hecë përpara, pavarësisht që je bullizu për pamjen tënde? Çka është këshilla më e madhe që ti e bën vathën vesh prej saj? Janë dy këshilla prej saj. E para është që sa herë që të flasin të tjerët, sa herë që të ngasmojnë edhe të shohin, ti vazhdoj edhe mos e kthej kryn mbrapa, dhe këto gjithmonë e kam pas. Edhe tjetra më kujtohet që gjyshja, kur më qekën shkollë deri në klasën e 7, Sarand, unë kisha shumë qef hamburgerat, kisha shumë qef e vdesha me hangër, kur njetë nuk ka ndodhë më ma dhanë që me hangër në rrugë ose dikon. Se gjithmonë të keqe edhe fëmijët e tjerë, ndoshta nuk kanë edhe lakmojnë, jo, kur shkojnë të shtëpia ti mundesh me hangër. Edhe këto janë dy këshilla shumë të rëndësishme. Unë e di që tash për me secili prej nesh është i lidhur me gjyshërit, me gjyshën, me nanën, po lidhja ja me të ka qenë, ndoshta edhe pse aja më ka pa pak më të veçantë se sa tjerët, edhe po menoj ka edhe nipa dhe mesat e tjerë, po Lavin gjithmonë e ka cilësuar ndryshe, biles edhe para se me ndru jetë, mi kish dërgu pak tolla, edhe mi dha nana jam edhe. Pse s'ke qenë momentet e fundit saj aty? Pse ke qenë në operacion? Jo, mas ne, po menoj, ndodhe që është ndodhe, edhe vdekja nuk pret. Për pak minuta, sekonda, ajo ikë edhe nuk e mujta me pa. Nuk mujta, po unë e pa, dhe me thonë masi ndroje, po menoj qatë gjendje, ku, se di, unë e kur s'kom pa një njeri që ka ndru jetë, dhe me thonë gjyqja ka qenë e vetëmja, e përqafa shumë edhe nuk e di, u kam prej momenteve shumë vështira. A gjenë sa shumë ish edhe me hedhë dhe mbi trupin e njeriu që ti dënë më shumë të, edhe këta e përjetova, po nuk e di, është një mësem ku mi ka qenë sytjet më shumë. Që mi dashtë edhe mi vlerësu njerëzit që i dojmë edhe i kemi pranë. Tash, dyqysh edhe lidhja me nanën të em është edhe më e fuqishme dhe më e ngushtë, sepse di që aja e ka humbë, dhe me thonë, nanën e vetë. Po unë jem kanë shumë i lidhë dhe shumë i ngushtë. Është gjyshja nga dajt, dhe me thonë? Po. Gjithmonë i dojmë shumë ka dajt. Se rima shumë të dajt, vë nduket.